Nga ku patëm pak më parë dhe transmetimin e drejt për drejt, nderuar shikues, do ta ndjekim se çfarë ka biseduar. Qënë Lulzim Velia, banori njësisë administrative Berdisë e Sipërme. Këto që djenë orën djenë drejt, uri i ka vërshirë në mënyrë të rëfeshme, si nuk nga ka lanë mundësi me spostu as i gjanë, as nuk jena lajmëru nga autoritetet as i gjanë, as nuk ka ardhë kush me na po se qa ka nëllë në të vënd këtu, as qeveria, as bashkia, as si njeri këtu. Në moment, komplet kjo lagjës jashtë, kjo komplet, kjo zonë është e përmytën edhe nuk i ka rënë mend as si njeriut. Tani na kërkojnë një prej shteti prej kuj, po të futën mranda nuk mund të futesh, sa të ke 1 metër e gjysmë ujë, aty edhe nuk mund të arrish, po të hysh shikor se çfarë është bërë mranda, ne s'na ka nëllë. Ne rruga që është bërë, është shumë niveli rrugës edhe na ka përmyt niveli rëktu dhe pastaj kemi ngel atë uli është gjithë. Cilat janë dëmet? Ti më the pak më parë se zogja është. Dëmet janë, po të hysh mrand, nuk llogaritën, të komplet me gjitha, me mobilje, me dyrë, me krevate, me gjitha janë në ujë. Po të futesh mrand, se ra një herë, sot ra në mes, mram filloi ra uji, edhe në mes në orën 7 u ngrit prap niveli, siç e shikoni apo ngritet prap. Tashi nuk. Cile mendoni ose është arsyeja? Arsyeja është shi ka rënë gjithmonë. Shi ka rënë gjithmonë për 3 ditë shi nuk na ka marrë mendja se vjen ky. Atë e din shteti se kjo nuk është. Lumet nuk prumjet sa do kudo e merr lumi nuk kanë arrit. Me këtë nivel nuk kanë arrit. Nuk mohet mend ka përmytje. Ka qenë 2011 nuk kanë pas vetëm 11 centim që ka qenë super përmytje, kam pas 15 centim ujë mrand në shtëpi, tashi është 1 gjysmë metër mrand. 50 centim mrand. Shikoni edhe shifni vetë me kamerë se dallohet edhe. Autoritetet kanë bërë thirrje që nëse u rrezikohet jeta duhet të evakuoheni. Ka ardhur dikush apo ju ka lajmëruar? Dini një numër kontakti? Nuk di asnjë numër kontakti. Na kena dalë vetë, unë kam largu fëmijët, nusen e kanë një nelt te baba, se është shtëpia babs, jena një nelt. Për kusht tjetër për evakuim, makina ushtërisë veç se na bojnë madam tashi, që kalojnë normal se dojnë me ashtu, po edhe ta bëjnë veç të bërtit me avash, të thirrna se na shkatrojnë ma tepër. Ne kërkojmë një apel, kërkojmë nejmë, vind të shikojnë, si mos na thojnë prapë si kur kaloj 2011, kina la borxhet e riparime 2011, s'është vind na kërkojnë të gjama tepër, nuk di. Ju jeni të partë, si vini na intervistoni edhe e shikoni. Se e shihni vetë, a keni në njëri sot këtu, si ka ardhur mu interesu.